është Ministria e Drejtësisë e cila ka pasur opinionin e pastër, sfidat më së shumti në menaxhimin e financave publike, ndoshta edhe për shkak të kompleksitetit të veprimtarisë që e kanë ministritë, siç është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është pastaj Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë, është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Nëse e marrim do të thotë me krahasu ndër vite, do të thotë një performancë të qëndrueshme sa i përket menaxhimit të financave publike, unë mund nxjerrim pa është Ministria e Drejtësisë e cila ka pasur opinionin e pastër, do të thotë me vite të tëra, krahasuar me ministritë e tjera. Mirë po gjithmonë duhet me pas parasysh, duhet ta kemi parasysh edhe kompleksitetin apo veprimtarinë që ka ministria. Ministria e Drejtësisë, për shkak që nuk ka tendera, apo qeverisi ma mirë, çka është? Në fakt edhe Ministria e Drejtësisë do të thotë ka të gjitha linjat buxhetore dhe të gjitha kategoritë, po ka investime kapitale, do të thotë pagesa e punonjësve. Megjithatë, tash unë nuk mund të them pse është dallimi në mes të Ministrisë dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe ministrive të tjera, megjithatë rezultatet e auditimit e tregojnë që Ministria e Drejtësisë ka vendosur një sistem të duhur të kontrollit të brendshëm, e cila i ka parandaluar rreziqet sa i përket do të thotë menaxhimit jo të mirë të financave publike, si dhe ka siguruar cilësi të mirë të raportimit financiar. Normal dhe Ministria e Drejtësisë do të thotë edhe në raportin e auditimit ka gjetje, ka rekomandime për ministrinë, por me po e kërkoni do të thotë një krahasim me ministritë e tjera, nga ajo se çka do të thotë unë tash mund ta them, për shkak se ky është auditim, po më për atë çka po e flas unë, i takon auditimit të vitit 2023 dhe auditimeve të mëhershme. Ne kemi përmbyllur sezonin audituese në gusht të vitit 2024 dhe tani më veç kemi filluar me auditimet e reja, që nuk mund të paragjykoj nëse do të thotë ky trend i menaxhimit te kjo ministri do të vazhdoj, po mirë po duke e marrë parasysh do të thotë me vite të tëra, mund të nxjerrë në pa Ministrinë e Drejtësisë. Po përmend Ministrinë e Drejtësisë me një pasqyrë të pastër, po prej vitit 2021 kur ju jeni në krye të ZKA-s deri më tani, ka ndonjë ministri që ka pas vazhdimisht performancë të dobët? E more një shembull të mirë? Unë e mora një shembull të mirë, tash nuk mund të them për performancë të dobët, mund të them që sfidat më së shumti në menaxhimin e financave publike, ndoshta edhe për shkak të kompleksitetit të veprimtarisë që e kanë ministritë, siç është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është pastaj Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë, është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për shkak se bartin edhe një buxhet, po më që është një buxhet shumë më i lartë se Ministria e Drejtësisë dhe kanë para vetës do të thotë aktivitete që janë të ndërlidhura me investimet kapitale. Dhe në bazë të asaj çka ne kemi nxjerrë në pa dhe kemi vrejë, do të thotë investimet kapitale në përgjithësi, projektet kapitale do të thotë kanë mangësi të shumta qysh në fazën e planifikimit.